Po nisim një herë bisedën, zoti Gjokuta, i pasi aferat e qeverisë Rama duket se nuk kanë të sosur. Ka patur një denoncim ditën e sotme nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, ku denoncon kryeministrin Rama se po krijon akshin e ri tashmë me atë që ka cilësuar dhe emëruar Albanian Digital Solution. Kryedemokrati tha se qeveria kur vjen çështja tek korrupsioni tregohet shumë kreative. Në fakt edhe duke krijuar këtë kompani të ngjashme edhe me Kajon, që i çon parat publike tek kompani private, pa kontroll, pa tender. Unë dua t'ju pyes, çfarë po ndodh me paratë e qytetarëve shqiptarë dhe çfarë është kompani në djenin tuaj? Po tashmë është bërë modës e kësaj maxorance, bledi së fundmi edhe me një intensitet të lartë që të kujton shpejtësinë e regjimeve që janë ikje sipër, për të bërë maksimumin e mundshëm edhe për të grumbulluar sa më shumë para, kompetenca. Kjo ishte një çudi e re e qeverisë Rama, me aq sa unë hulumtova edhe u konsultova. Ky është një akshi 2 që do ta krijojë akshi, pra akshi një nga aferat më korruptive. Po? Të deklaruar tashmë edhe në rrugë penale hetimore. Dhe i cilësuar nga ish numri 2 si kopshti ish numri 2 qeverisë Rama, si kopshti privat i kryeministrit. Pra, ky aksh na pas ka ngelur shtatzan, edhe na pas ka do na lindi këtë ADS-n. Që çfarë është? Ky është një aksh tjetër, i cili do të gëllabrojë miliona, 700 milion më duket deri tash, 700 milion euro. Do të marrë punonjës nga brenda dhe nga jashtë me paga rreth 4.000 euro, thonë, dhe çfarë do të prodhoj? Ky do të forcoj sistemet shtetërore, pra që shtetëzim i digitalizimit të gjithë rrjetit në Shqipëri, pra me pak fjalë si që thonë shtëpia shtetërore e software-it dhe inteligjencës artificiale. Sigurisht, kjo thuhet që është një hallk e akshit, tërësisht shtetërore do të kontrollojë të gjithë veprimtarinë, ashtu si kundër edhe Kajo, siç e përmendi lideri i opozitës. Por çfarë do zgjidhi ky akshi 2 që ka lënë akshi 1 pas zgjidhur, dhe përse këto para do hidhen në një strukturë tjetër, ndërkohë që është struktura. Po mos harroni që akshi mbasi është krijuar dhe në emër të hakerimeve, auto-hakerimeve, gjëja që vinin nga Irani, vini gjithë bota u mor me Shqipërinë një farë kohe. Në fakt kjo ishte në ëndrrën e kryeministrit, po ato nuk ishin kot. Erdhi Microsofti, kështu u tha atëre, edhe u lëvrua edhe një 600 milion euro për përmirësimin e sistemeve të sigurisë. Pra, këto janë lopë shtetërore të cilat prodhojnë sasi shumë të mëdha, qumshë vlera monetare të pallogaritshme, të cilat siç duket janë edhe më të fshehura nga pikpamja e hetimit dhe e perceptimit të këtyre aferave. Unë mendoj që Shqipëria për kapacitetet që ka dhe mënyrën e organizimit edhe qoftë edhe madhësinë e administratës krahasuar me shtetet e tjera, e ka të mjaft një sistem operativ të thjesht, të sigurt, dhe jo të bëj historira të tilla si akshi, tashmë ASD-ja, e kush e di se çfarë të tjera mundet këta të Gjokuta, ku qëndron SPAK-u në këtë mes, mund të themi për sa i përket hetimeve, duke qenë se akshi tashmë është vërtetuar janë disa persona në hetim, ish drejtoresha Karçanaj është me detyrim paraqitje, ishte edhe sot e pranishme në SPAK. A duhet që të merret në hetim kjo kompani dhe me veprimtarinë e saj? Po së pari, një hallk e tillë e inkriminuar si akshi, e vërtetuar ju thash, e para duhet ketë një moratorium veprimtarie
jo në drejtim të funksionimit si institucion, po në drejtim të kreativitetit dhe të krijimit dhe të zhvillimit të hallkave të tjera, ndërkohë që hallkën e parë ka bërë si syt e veta, dakord, që flitet për miliarda fonde të vjedhura, dhe këta tash para ditëve në spak dhe mbas ditë shpikin vetveten, sepse kjo është të shpikësh vetveten, pra të krijosh një agjenci tjetër, që i vë një emër tjetër, por që do bëj të njëjtën zanat. Pra do të vjedhë ca para të tjera, sepse këtij të parit i doli boja. Kaq është gjithë kjo histori, sepse këta nuk dinë çfarë të bëjnë tjetër. A purifikohet me ndryshimin e emrit Gjokutaj, e gjithë veprimtaria pasi mua më kujtojnë këto kompani debitore të cilat për të mos paguar, ndronin emrin dhe kur shkonte zyre përmbarimit, nuk figuronte. Në fakt kompania ishte po ajo po me një emër tjetër. Një biçim i tillë është, se këta nuk është problemi, problemi është se këta nuk dinë të bëjnë ndryshe. Shikoni çfarë thonë, se propaganda është e madhe. Pra ky po bën shtetëzime, ky po forcon shtetin. Pse? Këtu është e gjithë duhet interpretuar në sensin e kundërt, sepse ky ka dorëzuar gjithçka te privati, te krimi i organizuar, siç e dim, dhe tashti flet në antitezë, që po forcon shtetin, po forcon mekanizmat shtetëror, etj, ndërkohë që për të dorëzuar te shteti nuk ka mbetur më gjë, sepse ka ikur ai tren edhe nuk e kthen dot më mbrapsht Edi Rama. Ta thonë se do zhvillojnë teknologjinë brenda shtetit. Do të ndërtohet dhe do të sisteme digjitale, madje dhe do eksportohen software edhe shpikje që racionalizime, thoshin Kodë Enverit, do të eksportojnë një shtetit. Do të çudisim dhe dynjan me shpikjet e këtyre. Në fakt, këto janë gramat e fundit, karikaturat e fundit, të cilat duan që në opinionin publik të përcillen si novatorizma, si përpjekje për forcimin e sistemit shtetëror e një kontrolli ligjor, por kjo e ka jetën e gjatë, e kupton sa një frymarrje, sepse ju e dini që kjo është krijuar pa një VKM, e cila duhet të normojë qëllimin, objektivat, buxhetet, synimin që ka, çfarë do bëj, kontrollin, transparencën, që transparenca është kryesorja. Pra, ky është një organizëm i ri që po lind nga një dosje penale. Dhe të tjerat janë drejtësisht të kuptueshme, sepse nuk mundet nga një krim siç është Akshi, enorm, të lindi një strukturë shtetërore e cila të bëj këto mrekullira për të cilat flitet për ASD.